Loperamid është një bar antidiarreik, pra kundër heqjes së barkut, i cili vepron drejt për drejt në muret e zorrëve, duke ngadalësuar lëvizshmërinë e tyre ose siç quhet ndryshe peristaltike. Kjo bën që ushqimet dhe lëngjet të qëndrojnë më gjatë në zorr, duke i dhënë trupit ton më shumë kohë për të përthithur nëpërmjet zorrëve ujin dhe kriprat minerale. Gjithashtu, loperamid vepron edhe duke rritur forcën kurse të muskulit që kontrollon daljen e feqeve, duke ulur apo qetësuar në këtë mënyrë urgjencën për të shkuar në tualet. Në mënyrë të përmbledhur, efektet e loperamid janë: ul numrin e shkuareve në tualet gjatë ditës, largon nevojën për të shkuar urgjentisht në tualet, rrit veshtullinë dhe densিন e masës që nxirret jashtë, ul humbjet e lëngjeve dhe elektrolitëve. Loperamid përdoret për mjekimin simptomatik të diarresë akute, pra diarresë që shfaqet menjëherë nga shkaqe të ndryshme. Kjo është një video e shkurtër apo shorts për të ndjekur të gjitha rastet me ngjyrë të kuqe, me ngjyrë të verdhë dhe jeshile të loperamid, barit aq shumë të përdorshëm për lehtësimin e heqjes së barkut apo siç quhet ndryshe diarresë. Kërkoni në Google ose YouTube duke shkruar e kuqe për loperamid, e verdhë për loperamid, ose jeshile për loperamid, ku të gjitha fjalët shkruhen bashkë, pa ndarje. Kështu ju do të hyni në kanalin ton Semafori Barnave dhe aty do të gjeni gjitha videot e shkurtëra dhe me informacion shumë të dobishëm për ju. Nëse e shikoni të vlefshme, bëni subscribe. Faleminderit.